3 vite më parë, ekipi i emisionit Lot dhe Gëzim vizitoi familjen Sinanin nga komuna e Krushevës në fshatin Nerov. Familje, kjo e cila u verifikua nga emisioni, jetonte në kushte të varfërisë të tejskajshme me sëmundjeve dhe mungesës të një shtëpie, pa mundësisë për të ushqyer dhe për të shkolluar fëmijët. Veç se barkut bosh dhe kushteve njerëzore ku jetonin, këta fëmijë jetonin me frikën se shtëpia do i ze brënda. Lotët e nënës së tyre, Mirijes, prekën jo pak zemra. Sot, deri në shtëpis, Miria e hap me gëzim ku shtëpia e familjes së saj është kthyer në parajs, duke bërë që ajo të le pas krahësh vuajtjet në përcilat ka kaluar. Përshëndetje miqtë e emisionit Lot dhe Gëzim. Sot kemi udhëtuar pak më larg. Ndodhemi në fshatin Nerov, fshat ky që ndodhet në Prilep. Kemi ardhur për të vizituar një familje që është ndihmuar fal të gjithë atyre që kanë përcjell historinë e tyre. Pra, ndodhemi tek familja, tash do t'ju prezantojmë edhe familjen, por edhe shtëpinë të cilën u ka ndërtuar. Këtu e kemi edhe zonjën Mirie që po na pret. Kemi ardhur me fjolla bore se filloi pak të bie borë. Edhe keni prit jashtë? Jashtë pritëm ja, presim juve, të bëjmë me Po, edhe brenda e keni ftoftë se s'keni rrymë. Ftoftë. Po, prandaj kemi ardhur neve që njerëzit mund t'ju ndihmojnë për rrymë, sepse ju shtëpinë u ka ndërtuar, por rrymë akoma s'keni. Shtëpinë ta gëzoni, kjo është shtëpia që u ka ndërtuar njerëzit, që kanë ndihmuar, fal atyre që kanë përcjell historinë tuaj. Jeni e lumtur? Shumë jam, po njerëz shumë në ato që na kanë faleminderit shumë, në ato që pështruan për t'jene mundën e pagës, faleminderit shumë, në ato shtë të thame në zdi. Rëndësi ka që jeni e lumtur. Shumë, e lumtur më shumë, jo pak. Faleminderit ato që në kanë ndihmu, Allah t'u apin dane ma shumë që qanë, shtë bëjmë. Po, por, t'i përkujtojmë shikuesit me historinë tuaj, të përcjellim disa sekuenca si ka qenë jeta e tyre në shtëpinë e vjetër. Vërtet, atje kanë jetuar tmerr. Akoma fatkeqësisht vazhdojnë të jetojnë, sepse në këtë shtëpi të re, në këtë objekt nuk kanë rrymë dhe kanë të pamundur për të jetuar, vinë vetëm për të bërë ndonjë festë apo për të gëzuar ndonjë ditë kur është pak më e ngrohtë, se për ndryshe akoma është dimër, do të thënë, edhe pse marsi është në përfundim e sipër, po ftoft është akoma dhe ju nuk mund vini këtu të rini shumë gjatë. Jo, nuk mund të vim ashtu shumë gjatë, për pak kohë kur kanë qef më ja vim në një sen, se për shumë kohë s'mund mi të rejmë. Aftoft shumë da. Jeta e vështirë e kësaj familje dhe thirrja e tyre për ndihmë preku zemrat e shumë shqiptarëve. Një shqiptar nga Amerika ju përgjigj kërkesës së tyre. Ai gjatë transmetimit të emisionit Lot dhe Gëzim telefonoi familjen për të vërtetuar numrin e telefonit i cili ishte i paraqitur në ekran dhe një herësh ju kishte premtuar se do ta vizitoj gjatë sezonit të verës. Ai e mbajti premtimin, ishte në vizitë, u njoftua nga afër me familjen dhe fal këtij personi me zemër të madhe, ata sot kanë një shtëpi. Prandaj kemi ardhur që njerëzit mund të ndihmojnë për rrymën, edhe ta kompletoni shtëpinë dhe spaku në Bajram të mund të futeni në shtëpi të re. Inshallah, po t'jetë kismet, bëhet, mund që të vim nuk e dim si dhe dalin, po t'jetë kismet, e në unë sot të vi, ama s'munëm. Faleminderit në një që donë me përstruar në një sene që farsuj, Allah t'ju apin ma shumë. Të futemi brenda edhe nga dal edhe të shofim edhe shtëpien çfarë keni rregulluar. Me kam të mbar? Faleminderit. Kemi mirësardhje, se unë futa akoma pa më thanë. Mirë, faleminderit zonja Mirie. Ju si keni qenë? Mirë, gjithashtu, ja, si që na shërë. Shpresoj me kam të mbar. Faleminderit. Pas keni rregulluar më mirë. Pak ama jo në shumë, duhet më rrejthim ashtu, Pa. në shpet vjetër mosimi praskun, po thomi gjami t'i këtu, ama... Megjithatë, jeni minjo se e di që keni shtëpi të re. Gëzojeni, apo jo? Gëzojemi shumë, jo pak po të bëm, të ashtë s'mund mi të vim das, truja, asgjë s'ka. Po, prandaj kemi ardhë
që njerëzve t'ju tregojmë se ju kanë ndërtuar shtëpi, ju kanë ndihmuar falë atyre që kanë përcjellë emisionin, por nuk keni rrymë në shtëpi. Da s'kemi ja vët kohë shumë. Të vazhdojmë me bisedën atje. Te dhoma se edhe ashtu ftoftesh këtu në pllaka. Faleminderit shumë, na pas keni prit ndryshe kësaj radhe, më ëmbëlsira. Što bëjmë me ti morën pagët. Kam pas dëshirë për respekt. Djamiti, ja, što bëjmë në nef, ashtu shkojmë. Burrin, s'mon djalin, prapa shu. Do t'i zgjarojmë gjitha, zonja Miriel. S'na rregullojnë asnjë, s'kemi. Do ulemi t'ja u tregojmë njerëzve më mirë historinë pak, se sigurisht nuk e mbajnë të gjithë mend se si ka qenë historia juaj, sepse janë bërë shumë familje janë bërë, nuk janë pak. Bëhen shumë, ka shumë rregullima. Ka shumë familje. Sot erdhëm të presim juve, se nuk kemi ardha të rrim, s'kemi as trujas, kemi në shumë punë, probleme dana për shpej. Ja edhe uria na sjell çeve urie, se kam bërë mos na ngrim. Ngrimin atë ngrim, është shumë e vërtet urie. Ftohtë keni, s'keni rrymë, s'keni nxemje hiç kështu. Asgjë hiç kemi. Faleminderit zemër, shumë faleminderit. Asgjë s'kemi hiç siç na shihni. Burri s'na le këtu thot jo, siç e dini, i smon. Pa, ai ka probleme të shëndetit mendor. Shumë. Domethënë, edhe kurohet, merr terapi. Gjilpana, muj për muj me ape me një këcirron, ashtu me zorë të rrëm, me tristim. Dimrin, përsëri keni qëndruar të shtëpia e vjetër? A që rrëm, të shtëpia e vjetër rrëm. Mora ashtu bëmë, s'munesh të resh këtu pas gjarë, pas gjojq, pas truj, s'munesh, frik kam fëmëja, kam frik. Ja, në të që nga kanë dimu pagës, do t'i t'u apin ma shumë. Ja, në të si që shifni, shtë të thamë s'dije nonë. Unë kur kam qenë, pak më erë, do me thënë të ju, ishte vetëm e tulla shtëpia. Nuk ishte akoma e pa përfunduar. Tash me gjithat e keni, deri diku, e keni sistemuar. Por ajo që mungon, që është kryesore në këtë shtëpi është rryma. Me para ajo punë është struja. Shumë është e madhe e rëndësi për të vonë, sa vendi i ri këtu, në s'munët të bësh me kollaj. Shumë rëndësi e madhe, ku e di unë si tjetë e mund me një që parësuj, po tjetë në ndimoj në një furt me i ro. A që sërrojt më këshpeja vjetër më, gjithë bi për jashtë, bi mrenë tërmetin e shemi për mrap në asë ku në iqë. Ne dim si rrëm, me frikë në shpej. Ajo me gjithat edhe shtëpia e vjetër ishte shumë. Shumë. Tërmeti vetëm... Të ashtë në e dyni ma përparë shumë më. Në e pëni më. Asë se s'kam betë, ka asë gjo më. Vjetër të shofi njeri për jashtë, jo më rënë tysh. Asë gjo s'kam e tiqë më. Të ftofet e në gjiboti, ashtu, pështu bëmë. Thamë, gjemi ti struja, të bëjmë, ti regulojmë pagës, të vim këtu, shtë bëmë. Shkohet jetë. Dëshirën e keni këtu tjetoni, sigurisht. Po mentojmë, po ku e dynë. I festat me rëndësi i bëni këtu, sa aty pash disa të lumbace. Këtu i bëni festat për vajzat? Po për qotën, ashtu kishin qef të fëmit, ja da bëjmë këtu, kishë të shoqet, ashtu s'kishim shumë njërë, shoqet e fëmivet, erdhen i dysën pagës ato, ashtu qishim. Kishin merak. Ftoft ishte, po këtu kishin qef, aqe më s'thamun, s'fëtet njeri ma aqe. Ka më nek... Shumë e vjetër është ajo shtëpi. Shumë. E vërtet. Allah të na rujnë në këtë dimën, si dhe ka përcim, si dhe dalim s'dim. Si dhe na rujnë Allah, zoti ma. Dimri shkoj ma. Po tash i bëhet e keqe më prapa. Por ka ndryshu moti, sigur nuk është stabile, vërtet. Prapa bëhet e keqe me njëra e stëpkat kur vjeme. E vërtet. Problemi. Mirje, a je lumtur që s'pa ku keni kull mbi kokë? Vërtet nuk i keni rrymën, por edhe sot të sigurohet shtëpi dikujt nuk është e lehtë. Me thanë, ty të ndihmuan. Ndihmuan, Allah të apin ma shumë, ato në që më kanë ndihmu, si për branda kështu materialin, si për shtëpin, për shdo se Allah të apin ma shumë, ato në që në kanë ndihmu. Ku e du shtë të thome në uzdi. Sigurisht nuk doja harosh të mirën. Jo, që të harroj të mirën. Për vetë time, unë jesë atë jem gjallë të mirën që më kanë ndihmu se harroj. Ama, ku e du, shtë të thomë. Do me thënë, sa e dim, ka një person nga Amerika, edhe ka pa vendi ku jetoni, ju ka vizituar drejt për zdrejt, që ka pa emisionin, edhe ju ka ndihmuar, ashtu ka qenë historia. Zaimi, për Amerikën, a i erë se pa venin e bani, pasani në ndihmoj,
s'kujdu si e bani atje, e bani si e bani vetë. Faleminderit shumë ato që na kanë nejf, e na ndihmon. Se mos ishte ai besa unë s'besoj në qës na bëjshi. Po, mos ishte emisioni, nuk do ta kupton ai. Asnjëri që. Ana jo s'mund që i që pa e ardhë njerë këtu dhe neve dhe shtëpia vjetër, kati mjeshtrin, ja. Shta të thamë s'di. Do me thënë, tash jeni e të bindur se përmes emisionit Lot dhe Gëzim ndihmohen njerëzit? Po Me që i ndihmua dhe vetë juve. Po, me qënë ne vetë asë gjësë më bëjmë, gjë bëjmë. Faleminderit ai që do të na nefin në qëfarë së merës, do si ta kënë dalet, në njëre u shtë të thame në unë zdi. Kur erdhe këtu u mahnita kur e pash këtë shtëpi, mu duke pabesueshme dhe akoma nuk e besoj. Unë akoma jetoj me frikë sepse nuk e imagjinoja këtë mrekulli që u bë imja dhe fëmijëve të mi u shpreh miria. Është e pabesueshme që në fund të pusit të jesh siç isha unë dhe të dalësh në fillim të saj. Sa metër katror ka shtëpia? Nuk e di besa njëre që më stërreja, si që shifni ku e di. Mirë, kjo dhomë duket afërsisht 4x4, ashtu ishin edhe 2 dhoma tjera. Sa dhoma ka gjithsej? Ka 2 në kunja ma, ta në 3. me salon. Po. Kuzhinën e keni me salon, apo? Po. Po është mjaft e madhe, më duket, ë? Është më e madhe se Është më e kjo. madhe pagës më Po. duket ajo. Mirë, pra afërsisht 100 metër katror është kjo shtëpi? Nuk e di njëre që më stërrej, se di. Fëmia është mjaftueshme për ju? Po ta është aq që të bëjmë, ta është ajo është. Që zotit, një që mos na zojnë ajo e nalt, e vjetra, sa mos na zojnë bërëm. S'kemi që bëjmë, ajo është. Sigurisht, kur e krahasoni jetën që keni pas me jetën këtu, duhet jeni minjohës, apo? Po, shtë bëjmë, ajo është, aq ka qenë kismet për neve, po këtu janë e kështu së më povim. Së bëjt kismet, ty më branda. Çfarë ndodhi? Do me thënë se njeriu që ndihmoi për ndërtimin e shtëpisë ka ndihmuar sa e dim ne edhe për rrymën. Po. Nuk di unë ka që dija, si që bën shpejn. Se personat të tjere kanë ndërtuar këto. Edhe rrymën nuk e kanë, çfarë ka ndodhur me rrymën? Mund të ma thoni pak më gjërësisht? Po unë se di shteja me të palsho, struja. Me të e shumë kërkojnë për strujnë e jasë për munën, e nësëm për jarrim. Dhe bëjmë me njëri të smunë, me fëmejt vogël, sëm për jarrim të alshën vetë. Po. Si të mundet në një faleminderit, për të mundet në nefin, merës në mundet, si të kenalin. Po, keni vetëm rrymën, apo edhe ujin keni nevoj? Po ujtin të lëshoj kemi, ama nuk e kemi fet branda, nuk e kemi të i dysë. Se njërë këtu, aty ne kanë prisht ashtë ato shakt. Ama në lëshonën ato familia verës, për që faleminderit shumë në ato në lëshonën e ujtin. Dhe në ujtin si shimë të lëshoj. Do me thënë ju kanë ndihmuar dikush tjetër për ujin. Po. Ato që ne e prunë këto famë në senet. Po, ju kanë sjellën këto interierin këtu, këto divanet, do me thënë dikush nga familjarët e bashortit tanë. Po, të burrit. Çdo bësh me një social në të vogël, me fëmij, me njëri të smun, se cëllon mujt në për doktorët, në për bolnicat metëm, se cëllon ditë udhavet. Po, rrymën, nuk e kishim parsore, do me thënë, t'ju ndihmonin për rrymën, jo për interierin, shembull. Nuk ju thatë me që ato pas kanë kushtes, me se e kuptova. Po, thamë në pjetër, po kujdu, si të thame në unë zdi. Ja, ashtu mbet të ashtu, ajo struja palsho. Dukesh pak e mërzitur je. Po, të ashtu ishtë të bësh morat. Si e mërzitur? Si nan. Po, keni shtëpi të rejtash, duhet të gëzoni me shtëpinë e rejnë. Po, aj se dhe gëzojmi këtu, po së më po vim, së më po jarrim, se me i rot vish, ama së më po jarrim. Familja Sinani tash më gëzon shtëpinë e re rreth 100 metër katror, ku të gjithve ju mungoj një krevat për të fjetur, ngrohja dhe ujë. Por fal humanistëve, ata kanë mure dhe një qati që i mbron nga ftohti i acarti dimrit. Burri smun, jo. Ai si që di, Miraj ka probleme, prandaj edhe nuk don të vjen. Shumë ka probleme të rana. Ai ka probleme të shëndetit mendore, vërtet. Shumë probleme të rana kam me shëndetin. So me heq për shtë bëm. Në ka rok, ma. S'ke se shtë bësh. Pa keni përhis se të kaloni jetën me të, edhe të kujdeseni. Në ka rok, ma shtë bëm. Keni qarë bënin për përhis. S'kemi që bëjmë, ma. Që bi njëri të e di, që ka për tira se di. E vërtet. Tash fëmijët janë rritë pak më shumë.
Po, Dhe ja, sigurisht duan që të vinë këtu të jetojnë. Donë fëmaja se s'donë, donë për së një arrejmë, me se, kam frikë herët, kemi frikë sot neve, si të vim sot, si të rejmë herët, një sen të bëjnë sot ke gjami, ne kemi frikë sot Po edhe herët. ftoftë është tash gjimi. Po ne ftofto, po ne asë gjoj që, s'kam një shpore në shpejnë ato, si ta, këtë bisha që të punojshë këtu të rejsh. Mirje, e di se keni shumë plak të rantë edhe të madhe. Shumë. Dhe breng në vetë është problemet që ka bashkët Shumë. juaj me shëndetin më ndorë. E na i zdo dru, po për zotit, që të bëshel sho Allah të keqen, e na i dru zdo. Për zotit, të poshtë shko, të rëmës shko, buritem, rënsisht madhe ka shumë. Po. Me ape, me në këcia rroh një ashtu. Ka për me 5-16 vjetë që është Ka i smu kështu, probleme. po. Ashtu, ku e di unë si e mora ashtu, pisefte. Po shumë zotin në ka rujt njërë të ashtu i pjati se shumë me zërt Edhe është i zhivot. dhunshëm me rasta, po? Është i dhunshëm, është agresiv. Po në maliti pak ama që do gjene me zërt Po, zhivot. Fëmeja kanë frikë të parën e jo tjetër. po. Do se si jo me knaq me unë shumë, jo pak, për shtë bëjmë, kur të një rrim ty në branda. Një të mjetë 3-4 net këtu, kishim ashtu, do njëm të rejnjim, kishim merak fëmeja, ama gjene pastruis rejnjim, kishim frikë, herët, kishim frikë fëmeja të rejnjën, e dolëm, mi mura më gjëvi gjene shkova ke veni. Shtë bësh, pizortit dhe shkush, ka këshin qiftof me devem ke shpere, s'na rrijet më këtu, s'na rrijet, i mura e shof, gjene frikë kanë. Po e vërtet atje. E shof ka bellin të pimrapna, këto dishtat mërë ke komshit, ne këshin këput, ne këshin pre pimrapna, ne shto bësh, kurse s'ke, ku do vesh? Gjene ke, ku je atje tjetësh, mora, shto bësh pizortit. Ata shofim pak kuzhinën si e keni? Ajde ne, A mundet? Se mos Ja u mundet. tregojmë edhe shikuesve. ajde ne. Këndena duhet? Këndej? Po, drejt? Okej. Këtu e keni kuzhinën. Po. Akoma e zbrazët shtëpia, e zbrazët. Edhe e ftoftë. Kur është shtëpia e zbrazët është edhe e ftoftë. Ne ftoft I keni vëndu këto, bukur, po ujnë se keni askund. Jo. Fatkeqësisht. Brenda Po, vetëm çfarë keni vëndu pjata që i mbani, do me thënë, që vini kështu vetëm për merak vini, për qef. Ishe për qep, në Po. shopim, meja kanë qep. Surrejët atje ne Po. mentojnë zinë E keni mbush me gota me ashtu që s'paku të shijoni ndonjë moment, Shto bëjmë? ndonjë festë. Kemi mera, keni shto kur kanë qef maja din, ato ne kanë probleme në ato. Ju kanë ndihmu njerëzit, po. Verës. Po, bukur shumë. Urojmë që ta rregulloni, të vendoni këtu një trepezari që të mund të drekoni, Me darkat i po, hani shtu- bashkë, të gjithë si familje, të gëzoheni. Urojmë që Po s'bojnë gjitha, shtë bëjmë, ne mentojmë të bëjmë si ma merë si gjitha, ama do të Kanë bëhen merak, zonja ma japë. Lirie, është të bosh shtëpia, këto janë sende të vogla dhe shpresojmë të gjithë ata kompani që shohin dhe që janë afërsi, do me thënë Këndena, pjesa e Prilepit, mund të sjellin te familjat një trepezari, karike dhe tepika, apo çfarë ka nevojë familja. Kështu që bëjmë apel që kush ka mundësi të mund të ndihmojë edhe pak këtë familje që të gëzoj jetën në këtë shtëpi të re. Për shkak të problemeve shëndetësore të kryefamiljarit Jakupit, ai çdo herë nuk vlerësohej për punësim ngado që ka kërkuar punë. E kështu, jeta e tyre u bënte çdo ditë e më shumë edhe më e vështirë për sigurimin e ushqimit dhe ilaçeve, ndërsa sa i përket ndërtimit të një shtëpie, as që e mendonin ndonjëherë. Unë e kafën e kam shiu, vërtet, edhe pse ambienti pak i ftoft, por me kafën u ngrohëm edhe biseda e këndshme. Ju që jeni minjohës, unë jam shumë e lumtur s'paku jeni minjohës për njerëzit që kanë ndihmuar. Faleminderit shumë në juve që jeni mundua për ne ato që na kanë ndihmu. Faleminderit shumë që na kanë ndihmu në ato, Allah t'i rujnë për gjithë jetën, si pikana ime një kur t'jem e gjallur, faleminderit shumë, ama ne fëmëja duhet t'i faleminderoj një kur t'jen mirë më kam. Dhe o të rashigoni fëmijëve këtë, që t'janë Faleminderit minjohës. shumë. Kana ime, kana fëmestime shumë të ndihmume, shumë jam me gëzuar, po tash shtë bëjmë. Ja, në për asgjë, për strujen, për senet, ashtu metëm për pak. Mirë, duhet të rregulloni edhe dokumentet, si duket? Atë probleme keni, që duhet të nxjerrni një dokument për shtëpinë, që keni shtëpi të re, të paraqisni rrymën, edhe pastaj ndoshta mund të rregullohet, po sigurisht për të rregulluar dokumentet, për të shku deri në shkup apo nuk di ku duhet të drejtoheni ju, duhet edhe të holla. Kështu që shpresojmë dikush t'ju ndihmoj me mjete. Po ato na duhen, shtë bëjmë gjithë senet na duhen,
për me ato, asë gjëtë s'më lidhen, faleminderit në një që donë me në nif, shumë Allah të apin dane ma shumë në një që do, në një që na kanë ndihmu në ato shumë, faleminderit shumë jo pak, se besa neve dane sytë atje shukur, atje dhe rejim në shpit vjetër sa jeta, po faleminderit Nuk do shumë. jeni më në shtëpit e vjetër. Po inshallah Allah të na nefin si ma vrejk. Shpresojmë në se Bajram shumë të jeni ran. në këtë shtëpi, ë? Ne besojmë në Bajram të jeni në shtëpi të re. Inshallah zotit në ndihmojnë në fëmeja kanë frek më trejnën e atje ku imin e mo, për pizortit dërrish. Shtë bëm, pizortit. Sensibilizimi ishte aq i madh sa mbrëmjen e transmetimit familja ka marrë një mori telefonatash, si dhe kontribute të tjera në formën e të mirave materiale, ndërsa punimet për shtëpinë e re të familjes Sinani filluan menjëherë pas 2 muajve. Sot ëndra si besuries dhe nuries për të pasur një shtëpi të bukur u bë realitet. Falëndimës së një personi nga Amerika, sot ata hynë e dalin në shtëpi me sy e buzë të qeshur. Zine unë shtë thame në unë, më faleminderit shumë në to në një që e shef, në një që e di, shumë faleminderit ku do të... ke pyet, si e kishte kuptuar për historinë tënde? Po shta e na kishte pak, shto janë në televizor, e në erdhi atë në rovë, i fkati mjeshtrit, në ndimoj, kush në ka ndimoj, Allah t'i rujnë, në zaimit, në gjithë, kush në ka ndimoj, kush në ka kujtoj, si për fëmën time, si për kana, burrit tem, shumë rënë si denheve. Të kthehemi edhe pak të shtëpia. Për pos zaimit, që në me thanë ju kanë ndihmuar, ka pa emisionin në Amerikë, ju kanë ndihmuar edhe persona të tjerë. Kanë ndihmuar në tjerë, në zaimin, ai si që piktu në parë, në shkojti ati, pasaj në ndihmoj pagës me... Ja shtëpin e bani, në tjerë, Allah t'i rujnë, nuk si di kush ka qënë, po e di që na i ka ndihmu në tjerë. Ja Allah t'i apin ma shumë, të gjithe, kush na ka ndihmu, e kush mune të apet, ka në i thërme i pëdun, ja, ma shumë për strynë kemi, zorti o tjetër, shumë ranë se kemi. Po, ushqime ju kanë sjell dikush në shtëpi? Po, ushqime sjellin në një kështu, kush do në njerë, në i voj, në i sen, e shumë mas më gjavijet në i qarësuj, kush do në një. Më keni thënë që edhe mbani kontakt me disa që ju kanë ndihmuar. Ju ndihmojnë kur keni nevojë disa... Po në një shajnë shto, kush do në një, kur vje Bajram në i qarësuj, në ndihmojnë që ka për i shqyme, për fëmejt kështu, për tangër. Faleminderit shumë ato që mentojnë për fëmejt time. Miqtë e emisionit Lodh dhe Gëzim, kemi ardhur e të shtëpia e vjetër ku akoma jetojnë familja Sinani, sepse në shtëpinë e re që është ndërtuar nuk kanë rrymë. Pra, siç ju paralajmërova dhe ju tregova dhe pak më herët. Kjo shtëpia në cilën kanë jetuar, vazhdojnë të jetojnë, her pas here edhe shkojnë edhe në shtëpinë e re, me kushte tmerrsisht të vështira, shtëpi që nuk plotson asnjë kusht për të jetuar dhe vërtet po kundërmon aromë shumë e rëndë, edhe pse pak më lart jemi nga pragu i shtëpisë. E kam të pamundur për të futur brenda dhe për të pasur se si duket shtëpia, sepse aroma është shumë e rëndë, por besoj që edhe nuk është e nevojshme sepse është e dukshme që shtëpia është shumë e vjetër dhe është e vështirë për të bërë jetën aty. Ndaj lusim të gjithë ata që shohin historinë e familjes Sinani të mund të kontribojnë edhe pak spaku për të ndihmuar këtë familje që të mund të futet në shtëpinë e re. Pra ka nevojë vetëm spaku të rregullojnë rrymën dhe ujin dhe për gjëra të tjera që ka nevojë shtëpia, ndoshta do të mund edhe vetë t'ja arrijnë me ndihmën e familjarëve të tyre, por spaku, ujin dhe rrymën e kanë shumë të nevojshme që në Bajram të jenë në shtëpinë e re dhe të gëzojnë jetën aty, se këtu është shumë e vështirë për të jetuar. Besojmë që mesazhi jon nuk has në veç të shurdhër ashtu si gjithmonë që kanë ndihmuar të gjithë ata që shohin personazhet e emisionit Lodh dhe Gëzim, besoj edhe juve do t'ju ndihmojnë edhe më tej. Inshallah Allah tu ne finin e ju si ma merrin ato që duan të na ndihmojnë, ato që na kanë ndihmu për shtëpinë, për gjithsenet, Allah tu apin dane më shumë e lumtur jam, si unë pa ne fëmija po së një arrimja me të mda këtu ka vakët që bë shtëpia, ja së më për arrim të shkujmë. Faleminderit shumë në ato që na kanë nejfen, ato që na e mund me një qëfarësyt në ndihmojnë. Po zoti Allah, inshallah, një për Bajram kismet dhënë zotit vem shumë miro,
shumë me tristim rrim në shtëpi. E di, Se kontis na dihet kur të na zajnë, po pizorti ç'të bëj. Një dorë bi, një sen, kemi frikë në brenda të rrim. Prandaj kemi ardhur, shpresojmë kjo edhe është hera e fundit që vim në familjen tuaj edhe të jeni të gëzuar të gjithë si familje, spaku të mund të futeni sa më shpejt në shtëpinë e re. Ky është rasti 37 ku individ nga Amerika vinë dhe takojnë familjet që ne prezantojmë në emision me të vetmin qëllim për t'ju ndryshuar jetën atyre dhe për t'ju rikthyer shpresën dhe për t'ju bërë me dije që nuk janë të haruar. Humanisti nga Amerika solli dritë në sytë e këtyre fëmijëve, por neve na mbetet të kontribuojmë së